Ta imam që merren shembull dhe ndiqet rruga e tyre, që fillon nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën tonë. Pra i thot për në kohën e tij. Këta të gjithë imamët e diturisë, që nga koha e sahabëve deri në kohën e tij dhe deri në kohën tonë, imamët e diturisë, do thot janë në këtë bindje dhe në këtë rrugë. Dhe thot, unë i kam arritur disa prej dietarëve të Irakut, Hijazit, Shamit dhe vendeve të tjera, dhe të gjithë këta kanë thonë, kush kundërshton diçka prej këtyre pikave, këtyre, domethënë këtij medhhebi, të Ehl Sunnetit, këtij menhexhi, kush kundërshton diçka prej tyre, ose i sulmon ato, ose i sulmon ata që thonë këtë besim. Do më thënë, shikoni, pra këtë edhe njëherë, Harb ibn Ismail al-Kermani, do më thënë cilin vit ka lind, ose ka vdekur? 280. Pra thot, kush i kundërshton këto pika të menhexhit të selefëve, që nga sahabët, deri në kohën e tij, ose i kundërshton ose i sulmon ato, ose flet kundër atyre që e thonë këtë, që e kanë këtë rrugë. Domethënë gjithashtu edhe bardhësit e këtij menhexhi. Po ashtu kur flitet kundër bardhësve të këtij menhexhi, domethënë flitet kundër menhexhit, sepse siç është thënë, është përsëritur disa herë, domethënë edhe menhexhi selefi ose rruga e selefëve ka burra të cilat e bardhin ata. Edhe bidatet kanë njerëz që i bardhin. Prandaj nuk mund të ndahet rruga nga bardhësit. Nuk mund të thuhet se ne flasim kundër bidatit, mirë po miqësohemi me bardhësit e bidatit. Do të thënë se ai bidati nuk ekziston në ajër. Duhet patjetër njerëz ta praktikojnë ose ta ndihmojnë ose ta bardhin. Edhe nga ana tjetër, thonë e dojmë menhexhin selefi, mirë po, secili prej dietarëve dhe nxënësve dijes edhe thirrësve që janë bardhës këtij menhexhi, i armiqsojnë. Domethënë atëherë ku është ai menhexhi të cilin e do. Prandaj ka thonë pra ky imam se ai që i sulmon thanësit, domethënë ata që thrasin për këtë menhexh, fa huwa mukhalifun mubtadi'un kharijun min al-jama'a. Domethënë ai njeri është quhet kundërshtar bidatxhi që ka dalë prej xhamatit. Do thot i pas ka çelsat dikush. A ka çelsa me nxjerr kando dhe me fut, kjo nuk është e vërtetë. Domethënë njerëz se batilit çka thonë, këta e kanë privatizuar menhexhin selefi. Edhe kanë dojnë ata e fusin, kanë dojnë nxjerrin. Ose thonë, ata shiten sikur i kanë çelësat në dorë. Me shti kanë dojnë edhe, jo vëlla, këtu ka rregulla, do thotë, nuk i ka thonë i pari Sheikh Rabia, as nuk i ka thonë Sheikh Abdullah al-Bukhari, as nuk i themi ne, alhamdulillah, nuk themi nga vetja jonë as një fjalë, i kanë thonë dietarët e shumë të vjetër, do të thënë dietarët e kohës së selefëve. Kanë thonë, pra kush i kundërshton këto çështje të akides, ose i kundërshton dhe i sulmon bardhësit e tyre, atëherë ai është kundërshtar, bidatxhi që ka dalë prej rrethit Ahl Sunna wal Jamaa. Zailun an manhaj as-sunnah wa sabil al-haq, që ka laku, ka deviju, domethënë nga rruga e sunetit dhe rruga e të vërtetës.